Mirdita dhe ju uroj një fundjavë të bukur, të këndshme dhe argëtuese. Kurse unë po vazhdoj t'ju lexoj pjesë nga libri im I parë me shkrime dhe kujtime E megjithatë jetojmë. Kapitulli 1997, viti tragjik. Akte komedie të një tragjedie të saponisur. I pari veprim që bëra atë mëngjes të parë ishte vajtja në shtëpinë e gjykos, siç I themi babait të Miras, dhe të dy në mënyrë instinktive morëm rrugën drejt një reparti ushtarak në minierën e Drenovës. Si dy shqiptar të rrezikuar nga pushtues shqiptar, kërkonim armë për të mbrojtur familjen nga çdo sulm I mundshëm barbarësh. Rrugës rrezmaleve, lëvizje kaotike njerëzish më krijonin idenë e një betejë të dështuar që ende s'kish filluar. Krisma të thata e më pas breshërie mbushnin luginën dhe ne ulim kokën për t'u shmangur plumbave. Mundohesha të dalloja në ato qenie që ecnin në drejtime të kundërta, ata që po vinë nga ata që po iknin, por le ta lëmë për më vonë këtë dilemë që në ato çaste pak rëndësi kishte. Arritëm në një depo ushtarake, që ndofta një ditë apo disa orë më parë I vinte shtatë t'i afrohej vetë Ariu të Bozovecit. Hymë brenda dhe të vetmit pajisje të parëmbyera ishin ato kundërkimike. Gjykos I vajti syrin në një pompë spërkatëse. Dhe kur e mori më tha se I duhej për të bërë me ilaç rrushte e oborit. Kaluam në një depo tjetër, ku të ikurit kishin lënë topat e tipit të lehtë, shqyqë që morën të tyret. Ca mushamara dhe armë zjarri, gjysmake. Kërkuam gjithandej për ndonjë pushkë apo automatik, por zhdukja e tyre ishte bërë si me magji. Ca karikatorë I futëm në një çantë, kur në një arkë të hedhur kuturu, gjetëm qindra fishek. Disa arka që I kapërcenin pa I prekur, ishin dënk me bomba, por shnadueshin ato në kushtet e luftës brenda pallatit. Në hyrje të repartit, ndali një furgon I vogël dhe sa hape mbyll sytë, bombat u zhdukën. As na shan e as na ran, por me një të thënë bani me njanë, mallin bombë e përlanë. Në të dalë të repartit mu afrua një kameraman dhe një person me mikrofon në dorë më pyeti greqisht që përkthyer nga një shoqërues kërkonte të dëgjonte diçka nga unë për çka po ndodhte aty. Shpreha kutimin e shqetësimin tim për atë situatë anormale, të rrezikshme dhe bëra thirrje mos dëmtoje keq përdorej asnjë material në depon me mjete materiale të karakterit kimik. Nuk mbaj mend me udhësi çfarë thash tjetër, por di që ai grup televiziv ishte një kanal I grek, dhe që persona që më njihnin e jetonin në Greqi, më kishin parë në televizionin grek. Siç dukej, gjithçka po ecse si nëpër skenarë të njohur filmash, ku s'mungonte prezenca e një fotoreporteri, në këtë rast grek, as aty në një repart ushtarak mes humbëtirës së maleve. Me një çantë në supë, me ca karikatore fishek brenda, më dukej vetja I çarmatosur pas një betejë imagjinare, por me njerëz e protagonist real. Më I fituari ishte gjykoja me trofeën më të çuditshme të betejave, pompën spërkatëse. Kur u ndodhëm në rrugën anash varreve të qytetit, disa vetura kaluan me shpejtësi dhe gjysma trupash jashtë dyerve, duke shkrehur kallashnikovët me tyta dreqellit, thërisnin e çireshsin si triumfator. Hym në qytet dhe një rrugicë prapa pediatrisë, ndaluam pak si për të marrë veten. Më ka mbetur në mendje një skenë trishtuese atë çast ndalimi. Një I njohur që në universitet, mësuesi I gjuhës huaj, este nxitimti duke mbajtur mbi supë një derë të shkullur në një objekt që kur pa tek I bëra shenjë me edhe ti, u skuq, uli kokën dhe iku pa më folur. Kjo logjik absurde, shprehje e një primitiviteti që si atavizm ekzisto ka brenda qenies njerëzore, më ka munduar vazhdimisht dhe më ka vështirësuar analizën e mjaft situatave dhe rrethanave të realitetit shqiptar. Rregullimi vetvetes, nëpërmjet shregullimit jashtë saj, mikroparajsja e individit me sferit shoqëror,
janë prezencë në të gjitha shkallët e veprimtarisë së njerëzve e të rangjeve në shoqërinë shqiptare. Formën e një disharmonie deri në ekstrem e ndesh në çdo hap që hedh, qoftë si kalimtar i thjesht, qoftë si një qytetar i zakonshëm, e për më tepër kur vihesh në kontakt me shtetin në gjithë hallkat e tij. Por, le të vazhdojmë ecjen, se kush e di sa do jenë alarmuar në shtëpi nga vonesa jonë. U ndava me gjykon dhe arrita në shtëpinë time, duke mos i lënë radhë miras të shpreh shqetësimin e merakun e saj. Vazhdon dhe është më interesante më tej dhe më e dhimbshme. Faleminderit.